Konsumoni një thelpi hudhër në ditë dhe ndëmbani larg këto sëmundje. Hudhra parandalon plakjen dhe bllokimin e arterieve kryesore dhe periferike. Vetit kuruese të hudhrës ndihmojnë në uljen e kolesterolit në gjak. Është e rëndësishme të dini se hudhra forcon sistemin imunitar, duke rritur kështu aftësinë e trupit të përballojë ndikimet e dëmshme të mjedisit. Hudhra vret gjithashtu një numër të madh të baktereve. Hudhra mundet që të parandalojë sëmundjet e zemrës. Hudhra ul tensionin e gjakut dhe ka veti antiinflamatore. Hudhra është një antibiotik natyral dhe përdoret për të shëruar të ftohërën. Rekomandohet përdorimi i hudhrës për çrregullimet në sistemin tuaj nervor. Hudhra gjithashtu ndihmon në hollimin e gjakut dhe parandalon piksin e tij. Hudhra gjithashtu ndihmon edhe në shkatërrimin e qelizave të këqija, të cilat gjenden në trupin ton.